Kemi tjetër shkëputje me Kosovë Gjotin, do të presim disa momente sa të rilidhemi edhe një herë për të kuptuar diçka më shumë rreth vizitës presidentes Kosovës, Vjosa Osmani, e cila në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka takuar shumë personalitete, ndërto gjithashtu edhe Mark Rutte, sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, me të cilin natyrshëm ka bashkëbiseduar për çështje të rëndësishme të sigurisë. Kosovë, rikthehemi edhe një herë për të përfunduar për sa i përket deputetit të Kosovës, për të vijuar më tej me vizitën e presidentes Vjosa Osmani në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një vizitë e rëndësishme. Po, Ilir, pra, siç po thaja, nuk është se ka pas ndonjë arsye, e vetmi arsye pse ai është ndaluar është thjesht se është qytetar shtetas i Republikës së Kosovës, për çka normalisht për autoritetet serbe gjithmonë kjo është një problem, një pengesë dhe domosdoshmërisht një farë forme e shohin edhe pak një lloj hale në sy. Dhe aty ku kanë mundësi, edhe sidomos kur kanë mundësi pastaj që t'i lidhin këtë aspekt, këtë, po them, pengesë për ta, edhe me çështje tjera siç është një ish deputet që për ta mund të ketë një arsye shtesë, atëherë i ndalojmë. Po në anën tjetër vetë fakti që ai është liruar pa ndonjë mundësi që të ketë ndonjë akt akuz apo të jetë i dyshuar për diçka, pak a shumë e tregon edhe arsyen pse ndalohen këta njerëz nga autoritetet serbe. Ilir, pra është një farë lloj trajtimi jo human, kisha me thonë, nga autoritetet serbe për qytetarët e Kosovës. Sa i përket vizitës së zonjës Osmani, normalisht që vizita e saj dhe fakti që është ftuar atje që tjetë pjesë e takimet e asamblesë së përgjithshme të NATO-s, ka një rëndësi të veçantë, as më tepër tash, Ilir, ku siç e kemi thënë pak a shumë edhe dje, kemi biseduar bashkë çështjen e ushtrimit më të madh ushtarak ku merr pjesë SBA-ja, Kosova dhe shumë vende tjera të Evropës e të rajonit, po ndodh në Kosovë. Normalisht gjithë kjo e ka një rëndësi të veçantë në aspektin e sigurisë, e kemi thënë edhe dje, dhe normalisht edhe vizita e zonjës Osmani atje, mundësia që ajo të flasë para antarëve të NATO-s, para përfaqësuesve të shteteve anëtare të NATO-s, pastaj edhe takimi me zotin Rutte, që është një mik i madh i Kosovës realisht edhe në periudhën kur ai ishte në krye të qeverisë holandeze, por edhe tash si sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ka treguar një mbështetje të madhe për shtetin e Kosovës dhe ecjen e këtij shteti drejt integrimeve euroatlantike, dhe normalisht kjo është ndoshta edhe ai qëllimi kryesor që zonja Osmani pak a shumë e ka potencuar edhe në fjalimin e saj, fillimisht duke qenë falendërues si shtet dhe si popull për atë çfarë NATO ka bërë për Kosovën 25 vjet më herët, ku realisht ka arritur të ndalë represionin serb dhe të bëjë që shqiptarët e Kosovës kthehen në shtëpitë e tyre dhe pastaj krijojnë edhe shtetin e tyre, por po ashtu zonja Osmani me këtë rast ka kërkuar ndihmë që shteti i Kosovës të ecë tutje edhe tash në këtë kohë, duke pas gjithmonë faktin që e kemi thënë edhe dje që NATO e sheh një partner të rëndësishëm FSK-n dhe ka një bashkëpunim fantastik përtej, po them, problemeve që ka pas shteti i Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare përsi me shtetet mike, qofshin SBA apo shtetet e Bashkimit Evropian, por që për dallim për pjesën e politikës dhe diplomacisë tek pjesa ushtarake nuk është se ka munguar ky bashkëpunim. Dhe po ashtu një nga kërkesat kryesore normalisht, Ilir, ka qenë që nga zonja Osmani në këto takime dhe në këto mundësi që ajo ka pas për të folur para anëtarëve të NATO-s është që sa më shpejt pra Kosovës t'i hapet rrugë drejt antarësimit të plotë në NATO, duke pas parasysh se është një nga vendet ndoshta më pro NATO dhe më pro Bashkimit Evropian që mund të them në gjithë Evropën, shumë lirisht, dhe kjo mbështetet pak a shumë edhe në sondazhe e përqindje që janë treguar shumë herë. Kështu që kjo ka qenë ndoshta ajo pjesa dhe mesazhi dhe kërkesa kryesore që zonja Osmani ka pas, qoftë në takimet që ka pas kryesisht me kongresist amerikan, me përfaqësues të vendeve të NATO-s, por po ashtu me zotin Rutte, po normalisht një pjesë të rëndësishme ka zënë edhe pjesa e aspektit sigurisë, qoftë në Kosovë dhe rajon, dhe rëndësinë që ka prania e NATO-s pra KFOR-it, që ka pak a shumë e kemi diskutuar edhe dje, Ilir, që krijon një lloj sigurie jo vetëm për Kosovën dhe qytetarët e saj, por prania e NATO-s këtu krijon një lloj sigurie për gjithë Ballkanin, duke pas parasysh situatën globale, luftën në Ukrainë, lidhjet serbe me Rusinë, shumë çka tjetër, dhe ato çfarë ka ndodhur tash po bëjmë gati 3 vjet, po afrohen pra në përvjetorin e atyre
protestave të dhënshme në Verije me pas edhe Banjska e të tjera, gjitha këto normalisht që janë pjesa e saj që cenojnë një farforme me sigurinë dhe stabilitetin këtu në Kosovë, por pse jo edhe me gjërë, dhe normalisht këto ka qenë ndoshta ato temat kryesore në cilat Zonja Osmani është fokusuar gjatë kësaj vizite ku po qëndron SBA, dhe duke pas parasysh Ilir që është i vetmi institucion, presidenca dhe presidentja që ka një lloj legitimiteti ende, sepse e dim që s'kemi një qeveri, aktualisht kemi një qeveri në detyrë, kemi një kuvend të pa konsoliduar, pa drejtues, normalisht që në rastet e tilla shpeshherë ndoshta edhe roli i presidentës këtë rast shkon përtej asaj çfarë asaj i takon, pra po them duke pas parasysh që momentalisht fatkeqësisht Shteti i Kosovës nuk ka institucione të konsoliduara kur bëhet fjalë për ekzekutivin dhe legislativin për shkak të bllokadës politike që kemi. Megjithatë duhet jemi të lumtur. Kosovë, vëmendjen e kemi. Defender Europe zhvillohet në Kosovë. Kaja Kallas gjithashtu ka zhvilluar një vizitë rëndësishme